kur zbëj politik me emra kriminelësh, e me emra krushish, e me emra këtë e ke ti si vllazorja më e madhe e këtij vendi historikisht, ty ta kemi lënë, ke bërë edhe kazanin digital atje, vazhdo. Tani, ato Ulo poshti. Historit, Ulo ato poshti. historit Ulo poshti. e tjera Ulo poshti. të Shkodrës, Të tërheq vëmendjen. të Shkodrës, Do ka të tërheq vëmendjen. Ulo poshti, mos pengo seancën. Mos pengo seancën. zoti kryetar, Mos pengo seancën, ulo poshti, po tërheq vëmendjen tash. unë nuk i thash as ignorant, nuk i thash as idiot, nuk i thash as kriminal, nuk thash as gjë nga fjalët që tha ai. Unë i thash thjesht dhe vetëm një opinion. Një vllazore më e madhja që ka ky vend. Dhe ç'është ky? Zoti do ka të tërheq vëmendjen. Ç'është ky më? Të tërheq vëmendjen për të pesën herë do të përjashtojnë nga seanca. Ore, ç'është ky më? Ç'është ky më? Nga vjen ky më? Nga çpyll e keni sjell këtë më? Nga çpyll ka dalë ky më? Kush është ky më? Ç'është mor ky? Nga cili pyll e ke gjetur Sali dhe e ke sjell në Tiranë këtë? Në çpyll e gjete këtë Sali. Nga ka dalë ky më? Kush është ky më? Ç'është ky më? Ç'është ky më? Zoti do ka pasi të kam të regjur. Rikeni në strofull të më. Një minut, zoti kryeministër. Nga doli ky më. Zoti kryeministër, një minut mos fol. Kush është ky më? Zoti do ka pasi të kam të regjur vëmendje. Pasi të kam dhënë vrejtje, ke 2 minuta që po pengon. Ke 2 minuta që po pengon zhvillimin e seancës dhe për përdorimin e fjalëve ofenduese ndaj forsit në rastin konkret kryeministër të përjashtojnë nga seanca. Përjashtohesh nga seanca. Minuta pushim, përjashtohesh nga seanca. Që ne jemi kriminal, ne jemi ignorant, ne jemi 1001 zezat dhe Berisha mos dorë, zoti Berisha, lutem shumë. Ky. Tani u them vllazore, ju i dheni përpjet. Çfarë është vllazorja? Çfarë është vllazorja? Si vllazore, domethënë, kazan digital. Në këtë rast. Çfarë shqetësoni? Çfarë ju prek? Dhe ju hedh përpjet. Dhe më vjen keq sa ju vën pozitë vështirë dhe juve dhe kjo është e dukshme, kështu që merrni me të. Mos u merrni me debatin. Dhe debatin e kishim tek Shkodra dhe tek bypassi i Bunës. Kur nuk e kam thënë dhe nuk e mendoj që Shkodra nuk është vulnerabël për arsye të pozicionit ndaj përmbytjeve. Por është botërisht e njohur, e faktuar që përmbytja më katastrofike Shkodrës i erdhi nga keq menaxhimi i kaskadës. Natyrisht që kaskada menaxhohet dhe patjetër në një moment caktuar ka rregulla se si hapet. Por kaskada u mbajt mbi të gjitha nivelet e lejuara nga rregullorja. Është e faktuar kjo. Është e faktuar. Kur Eurion Braça ja u ka thënë këtu e përqeshtin, siç e keni përqeshtur dhe për shumë gjëra tjera. Por koha bën vetëm, gjërat do shkojnë në vend e dur dhe siç po ju dalin pak nga pak mbi ujë, ato që keni kujtuar se do rrinë gjithkohës në ujë,
do dalin plotësisht në dritë e diellit. Do dalin plotësisht në dritë e diellit. Jeni shumë të sigurt. Kështu që lufta kriminalash, kush është kriminali, kush është kriminali, është mizerabilitet politik. Unë nuk kam luftu në një kriminalash. Unë kam menduar dhe mendoj dhe besoj që kjo foltore nuk është për të bërë luft kriminalash. Kjo foltore është bërë për të luft idesh, luft programesh dhe patjetër dhe debate të nxehta me njëri tjetrin, po jo për të marrë këtu për gojë gjithë dynjan. Merre fut emra, e nxirr emra, e përgojo me libër shtëpie, me libër fqinjësie e me libër prokurorie. Ska parlament të planetit ku të flitet për kriminela, emra kriminela është më shumë se sa për problemet e ekonomisë. Nuk ka kriminela që marrin statusin e të qenit top për lojën e debatit parlamentar në asnjë vend. Nuk ekziston, po jo them. Ktu, hajde ço kriminal ti, kriminal ai, kap kriminala nga gazetat, silli këtu, ngri kriminala nga fundi i llumit, bëj këtu personazhe, o jeni vetëm. Dhe për ta mbyllur ish kryetari i Bashkisë Shkodrës. Do dalë shtjapi përgjigje këtu, sepse e presin shkodranët. Dhe unë ja shpjegova Saliut. Saliut thot, doni ta anulloni tenderin për të vjedhur. Shiko çfarë logjike. Dhe unë e kam thënë gjithmonë, kush ta akuzon për diçka që s'e ke bërë, o e ka bërë vet, ose është në gjendje ta bëj vet. Sepse ndryshe nuk i shkon mendja njeriu ta akuzoj tjetrin për diçka që as e ka bërë dhe as ka prova. Sali, për bypassin në fjalë, është ankuar zyrtarisht Voltana Ademi. Janë ankuar zyrtarisht shoqatat në Shkodër. Jo, dhe unë jam vënë në lëvizje dhe qeveria, ministri, infrastrukturë vënë në lëvizje nga ankesat e tyre për dëmin katastrofik mjedisor që sjell ai projekt. Ti vjen këtu si që ke zakon, se më kujtohet atë kur isha më i vogël, që dile thoje takova Zhak Atalin, takova Zhak Delorin, takova Zhakun e vogël, këtë punë ke bërë gjithmonë, ta erdhi presidenti kësaj, erdhi ai asaj, erdhi më i madh i botë tu, gjithë mbledhjet e botës erdhën takuan ty, e të konsultuar për bypassin, e nëse gjithë mbledhjet e botës kanë dhënë atë konkluzion, bota pas ka marrë fund. Bota pas ka marrë fund. Ty të gjithë të mbledhjet kanë ardhur, kanë dhënë mend se si ka mundësi me mendjen e të gjithë mbledhjet e botës e bërë Shqipërinë lec. O ka marrë fund bota, o ti pastaj, po them ke marrë fund se u s'duhet marrësh fund. Ashtë. Kështu që ti e the tënde, po deshe, Lorenz, do vish ta thuash ta çfarë mendon ti se je përfaqësues i Shkodrës. Hajde, dil tu dhe thuaje. Vlerë ç'pu ka kremos. Jo, unë po ta kërkoj. Jo, ti je në të drejtën tënde të bësh eksaktësisht ato që bën Lulsi Basha. Mos u përgjigj. Unë po të them, hajde thuaje, s'do, s'ka problem. Shkodranët duhet ta shohin dhe ta dëgjojnë që Saliu, Lorenci, deputetët e PD-s duan të ndërtojnë atë monster atje që është dëm i pa llogaritshëm në të gjitha aspektet dhe nuk i bën asgjë fryrjeve të lumit e përmbytjeve. Zero. S'ka asnjë lidhje. Është një projekt njësoj si projektet që ju keni bërë në gjithë Shqipërinë. Po mirë, Sali, ato urën te rruga Çukës Shafploç, 17 e botës thanë që nga një anë duhet të jetë 14 metra më lart, nga ana tjetër 14 metra më poshtë. Ata ti thanë ty këto. Se erdhën konsulentët e urave dhe thanë që shiko, mirë është bësh një urë si tip që trampoline për ski. Kështu që projektet tuaja janë një nga dëmet më të mëdha që është bërë ti vend. Më thoni një projekt hajrit që keni bërë 8 vjet. Një. Projekte
Arna, Arna. Hec për para, Arno, hec për para, Arno, hec për para, Arno. S'ke përgjigje, shumë mirë, kaq kisha, ta marrin vesh qytetarët e Shkodrës, që në këtë rast, ju mbështesni atë ndërtim monstruos atje. Ne kemi marrë konsulent, do bashkëpunojmë me Bashkinë e Shkodrës, inshallah nuk po i thoni Voltanës të dalit bëjnë një deklaratë tani që të bashkohet me Saliun, unë e kam për Shkodrës, Voltanës bëj çfarë dojë, s'kam problem, dhe do bëjmë projektin e duhur. Okej? Kjo është e gjitha. Po, zoti Berisha, të lutem. Ka zoti Spa. Urdhër. Rregull.